Përshëndetje, ku jemi këtu me parashkrimin e datës 1 qershor 2025. Muaj të mbar, ditë të mbar. Kjo fundjavë, kjo ditë diele, na ofron mundësitë dhe çështje të rëndësishme. Kemi 2 aktivitete planetare që na jepet mundësia për ndryshime të mëdha që vijnë. Çfarë? Kemi një kënd që bën hënere me diellin dhe me mërkurin në binjak, ku na jep një mundësi të ardhë por të vazhduar muajin dhe javën, sepse është një periudhë, është një kohë ku rrallë herë qëllon. Në këtë rast, çfarë mund të bëjmë sot? Pra, sot, nesër, sepse bëhet fjalë për parashkrimin e ditës së diel. Kjo do të thotë që në një mundësi është që nga dje, mendimet, sugjerimet që keni pasur, takimet që keni bërë, ku di unë të kësaj natyre, është mirë që t'i vëmë në punë. Neve me mendjen tonë, jo me mendjen e të tretëve. Sepse këtu prishet erezia. Është një moment shumë i mirë, është një moment fantastik për të zgjidhur çështjet problematike që ndodhin. Ja pra çfarë na sjell ndikimi dhe fuqia natyrale dhe universi në anën tjetër. Për çdo gjë që kemi dhe çfarë mund të ndikohen sot, dita e diel është ditë e diellit, që na sjell mundësitë në fushën e dashurisë, në fushën e ekonomisë dhe të ndryshimeve të tjera që ne presim. Një lajm që mund të merrni nesër, sepse bisedimet bëhen sot, në tavolinë, jo në tavolinë. Më mirë sot, në takime që do të bëni miqtë e mi, flisni pak dhe dëgjoni shumë, që t'jeni të lumtur nesër. Shenjat që kanë ndikim të mirë dhe kujdes që duhet bëjmë, në lidhje me çështjet e punës, kujdesin dhe veçanërisht në çështje të mëdha, do të thotë gaforre, do të thotë ujor dhe do të thotë akrep. Kjo bën që duhet pasur vëmendjen, sepse atë vend pune që do të merrni, por dikush tjetër është disi prishur ai ekuilibri atij, dhe do shkoni juve ta rregulloni, por mos vallë ka ndonjë kosto, sepse duhet firmos kontratë, duhet firmos dokumentacion. Atëherë ti e pranon dhe jenë rregull me këto gjëra thua. Po nesër pas nesër kur të vinë, rifillojmë përsëri, çfarë ndodh me firmën tënde dhe vulën tënde? Këtu është çështja. Kurse të përfituar në anën tjetër në lidhje me udhëtimet, me dokumentacione, me bisedime të rëndësishme ekonomike, financiare, ka të bëjnë shenjat e zjarrit dhe shenjat e tokës. Shenjat e zjarrit siç janë dashi, luani, shigjetari. Dhe shenjat e tokës siç janë shenjës së demit, virgjëresha dhe britsjapi i dhjetëçit të tretë, që ka një mundësi, një çështje shumë të rëndësishme, ku ata e zgjidhin direkt dhe jo indirekt. Kjo është një mundësi e artë, kjo është mundësia më e madhe që mund të diktoj dhe ndikoj. Tani,